الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, I cili na dha ymër që mi përjetu këto ditë madhështore, këto ditë të bukura, këto ditë të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala I dalloi dhe I zgjodhi. Andaj lutem Allahun subhanahu wa ta'ala për çdo vepër të cilët e kemi bërë në këto ditë, që Allahu azza wa jall na I pranon dhe na I shpëfishon. Dhe zënderom, Allahu azza wa jall e ka kriju njeriu të dobët, e ka kriju njeriu me dëshira dhe me epshe të ndryshme, andaj njeriu ndonjëherë është I prirë që me I shkel dispozitat e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me dal jashtë udhëzimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata, gjithë secili prej bijve të Ademit është gabimtar. Mirë po Allahu azza wa jall prej mëshirës së tij dhe rahmetit të tij, që Allahu azza wa jall I ka çel këtij njeriu, I ka çel dyert e pendimit dhe I ka dhënë hapësinë që ai të pendohet dhe e pret Allahu subhanahu wa ta'ala që njeriu të pendohet. Thot Allahu azza wa jall në një ajet, walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Thot e sikur se Allahu azza wa jall me I marr domethënë ata të cilët bëjnë keq, me njëherë pasi që ata të bëjnë keq, thot ma taraka 'alayha min dabba, Allahu azza wa jall nuk I shtalon asnjë njeri mbi sipërfaqen e tokës. Pra sikur se Allahu azza wa jall t'i dënonte njerëzit më njëherë pas gjunahit, nuk kishte me domethënë asnjëri prej neve gjallë. Çfarë thot Allahu, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, mirë po Allahu azza wa jall I lën ata ju jep afat e tyne se mos ata po pendohen dhe t'i kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse në një hadith tjetër që na e transmeton Ebu Umama radhiyallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna sahiba ash-shimal, thot la yarfa'u al-qalama 6 sa'at 'an al-'abd al-muslim al-mukhti, thot se meleku I cili qëndron në krahun e majt të njeriut, I cili është përgjegjës për të shënuar veprat e këqija të cilat I kryen, thot e pret njeriu 6 orë se mos po pendohet, që mos pi bjen pishman. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in nadima wastaghfirullah minha al-ta'ala, se ky njeri pendohet mbrana kësaj kohe, thot dhe I bjen pishman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky melek nuk e shënon atë gjuna. E thot nëse e ka bo, atëherë I shënon atij një gjuna. Pra Allahu azza wa jall pret prej njeriut që pasi të ketë bo gjuna që me reflektu dhe me u kthy Allahut azza wa jall, që mu pendu prej gjunait të cilën e ka bo, dhe si rezultat I atij pendimit Allahu azza wa jall ja fshin dhe ja e pastron për atij gjunait. Dhe besimtarët e vërtet, ashtu siç I cek Allahu azza wa jall Kur'an, janë ata të cilët reflektojnë pas gjunahit, kur atyne u tërheq vërejtën dikush, apo e kujton Allahun subhanahu wa ta'ala, çfarë bëjnë? Largohen prej atij gjunahit. I përmend Allahu azza wa jall Kur'an ku thot, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim. Thot dhe ata janë të cilët kur e kryjnë ndonjë mëkat, kur e bëjnë ndonjë gjuna, I kujtohet Allahu azza wa jall fastaghfaru li dhunubihim, dhe I kërkojnë falje Allahut azza wa jall për gjunat të cilën e kanë bërë. Allahu azza wa jall çfarë thot? Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush është ai I cili I fal gjunat poshtë Allahut subhanahu wa ta'ala? Thot wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe këta njerëz, ta besimtar, wa lam yusirru ala ma fa'alu, thot dhe nuk ngulin kom që me bo qëtë gjuna. Pra e kanë kry gjuna, kanë bo gjuna dhe nuk janë kokë fort domethënë që me vazhdojnë qëtë gjuna. Mirë po çka, domethënë janë vetëdijshëm dhe nuk vazhdojnë domethënë atë gjuna, e cili është problem për ta
Çfarë thot Allahu Azza wa Jall për ta? Thot ulaika jazaohum wa maghfiratun min rabbihim. Thot për ata thot është falje e Allahut Azza wa Jall. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhe xhenetet të cilët rrjedhin në ta. Thot khalidina fiha, thot janë përgjithmonë në xhenet. Wa ni'ma ajrul amilin. Sa shpërblim i mirë është për ta. Po vllazën ata të cilët pendohen e meritojnë rahmetin dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Pra besimtarët janë ata të cilët kur ta bëjnë një gjuna i bin pishmën më një herë dhe kërkojnë strehim dhe pendim tek Allahu Azza wa Jall. Dhe shembullin më të mirë e kemi shembullin e Ademit alayhis salam, që pasi që e shkeli urdhrin e Allahut Azza wa Jall, pasi që e bëni një vepër të cilën Allahu Azza wa Jall ja ndaloi, çfarë tha Ademi alayhis salam dhe Hawaja alayhis salam? Qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ata të dy çfarë thënë? Rabbana ظلمنا أنفسنا. O Zot, ne i bëm padrejtësi vetes tonë. وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Thot nëse ti o Zot nuk na fal neve dhe nuk na mëshiron neve, atëherë ne jemi prej të humburve. Pra më një herë pas gjunahit, mirë po e kundërtën e këtyne kush boni? Iblisi alayhi lanatullah. E boni gjunahin, e thej urdhrin e Allahut Azza wa Jall, mirë po çka? Prej mendje mallësisë ka vazhduar domethënë me qëndruar në gjunahin të cilin e ka bë dhe për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e largoi prej mëshirës së tij. Kurse ai i cili bën gjunahe vazhdimisht dhe nuk don me u pendu, ose i jep afat vetit hajtët se nuk është kur gjë hiç, i neglizhon gjunahet. Ky është rrezik, domethënë që Allahu Azza wa Jall më mbulu zemrën e tij. E kur ti mbulohet zemra e tij me gjunahe, atëherë domethënë është shumë problem me pranuar vërtetën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot innal mu'mina idha adhnaba dhanban nukitat lahu fi qalbi nuktatu sauda. Thot kur një besimtar thot e bën një gjuna, thot në zemrën e tij shënohet një pikë e zezë, një njoll e zezë në zemrën e tij. E çfarë thot Allahu? Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha. Nëse ky njeri pendohet tek Allahu Azza wa Jall, thot i fshihet dhe i largohet ajo pikë e zezë. Ato wa in zadat hatta yughlafa alay. Thot nëse ai vazhdon kështu me gjunahe derisa e gjithë zemra e tij thot mbulohet. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ajo një shprehje aran që e ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Ku Allahu Azza wa Jall në Kur'an thot kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jo, asesi, mirë po zemrat e tyre janë mbështjellta për shkak të gjunave të shumta të cilat e kanë bërë. Jo është bo zemra e mbështjelltë për gjunave të cilat ata i kanë kryer. E kur njeriu kryen shumë gjunahe dhe e mbulon gjithë zemrën e tij me këto pikat e zeza, atëherë është shumë problem që njeriu të pendohet, është shumë problem njeriu që kthehet në origjinën e tij, është shumë problem domethënë që njeriu ta pranojë të vërtetën. E përmendëm edhe më herët se nuk ka njeri mbi sipërfaqen e tokës, vetëm se është gjuna. Siç e përmendëm pe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, gjithë secili i biri i Ademit është gjunaçar. Mirë po çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Thot mirë po gjunaçar, gabimtar, më të mirë janë ata të cilët pendohen tek Allahu Azza wa Jall. Këta jo vetëm që janë më të mirë po këta i do Allahu Azza wa Jall ata të cilët pendohen. Po thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu Azza wa Jall i do ata të cilët pendohen dhe ata të cilët pastrohen. Dje vllai dashur se prej hileve të shejtanit është që disa njerëz i mashtrojnë, shejtani, sidomos ata të cilët e kanë tepruar me gjunahe, i mashtron shejtani dhe ajo hub shpresën tek Allahu Azza wa Jall. Thot ti s'ke lënë sen pa bo, nuk ke lënë zez vetëm se e ke bo, nuk ke lënë gjuna vetëm se e ke kry, ku po dush ti tash mu pendu. Allahu Azza wa Jall thot në një ajet, dhe komentatorët e Kuranit kanë thënë se ky ajet është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Cili është ky ajet? Kjo është fjalë Allahut Azza wa Jall, po Allahu thot: Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj o robërit e mi të cilët e keni tepruar me gjunahe,
që nuk keni lënë gjuna pa bo, që nuk keni lënë zez pa bo. La taqnatu min rahmatillah. Mos e hupni shpresën tek rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Mos e hupni shpresën tek mëshira e Allahut azza wa jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtet Allahu azza wa jall është ai i cili fal krejt gjunahet. Pa marrë parasysh se çka ke bëu për gjunahe, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, gjitha gjunahet i fal Allahu subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Se me të vërtet Allahu azza wa jall është ai i cili fal shumë dhe mëshiron shumë. Kur erdhi Amr ibn al-Asi me pranu islamin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha shtroje dorën që me ta dhënë besën, pra që me pranu islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e shtroi dorën e tij, Amr ibn al-Asi e tërhoqi dorën e tij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, çka është kjo o Amr? Pse po verbon kështu? Tha unë e kam thot një kusht. Thot e cili është ai kushti o Amr? Thot që Allahu me mi fal gjunahet e mia. Se Amr ibn al-Asi i ka përndjek musliman, ka bo domethënë, ka qenë kufër, mushrik, ka bo gjunahe. Edhe çfarë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ta japi besën mirë, po thot me një kusht. Thot cili është ky kushti ja Amr? Thot që Allahu azza wa jalla me mi fal gjunahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ama alimta ya Amr an al-islam yajubu ma qablaha?" Thot o Amr, a nuk e din ti se Islami i shlyn, Islami i mbulon gjunahet të cilat i ke bo më herët. Pra, nëse ti pendohesh dhe hyn në Islam, nëse ti kërkon falje Allahut azza wa jall dhe je i sinqert në pendimin tënd, thot Allahu azza wa jall i mbulon gjitha mëkatet pa marrë parasysh se çfarë ke bo ti ato. Dhe dikon e mashtron shejtani gjithashtu duke ja livdu veten e tij. Thot unë kërkujt qet si kam bo, pse të pendohem unë? Kujt i kam i nakunën, ha kërkujt si hi. Pse mu pendu unë? E nga dëgjoj se çfarë thot Allahu azza wa jall, se pendimi është obligim për të gjithë. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajet: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni tek Allahu azza wa jall të gjithë. O ju besimtar. Nuk ka thënë Allah o ju njerëz, mirë po ka thënë o ju besimtar. La'allakum tuflihun, nëse doni me shpëtu tek Allahu subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu azza wa jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju të cilët i keni besu Allahut, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Andaj asnjëherë mos e shfaqso veten tënde dhe mos mendo se ti nuk ke nevojë për pendim. Gjithë kemi nevojë për me u pendu Allahut azza wa jall, për shkak se të gjithë siç e përmendëm më herët jemi gjunaçar. A nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili na tregon për veten e tij kur ai ka kërku Allahut azza wa jall falje dhe pendim, mbrana 24 orëve ka kërku Allahut azza wa jall 100 herë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi kulli lejlen 100 marra." Thot unë thot i kërkoj Allahut falje dhe pendim tek Allahu dhe bëj pendim tek Allahu, tauba te Allahu 100 herë. Pra kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër nderuam, janë disa pengesa që e ndalojnë njeriu që me u pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Janë disa pengesa që njerin e lojnë që mos mu pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Prej këtyne, domethënë është neglizhenca e rrezikut gjunait. Hajtë se sen sum gjën, fulani s'kalon sen pa bu, i ka hi njerëzve në hak, i ka hi njerëzve në megje, ju ka bru kështu, thot edhe sen s'ka ndodh me to. Thot e ti mu po më të rejk ish vrejtin që mu pendu une, që unë s'jam si fulani. Allahu azza wa jalla u të rejk vrejtin këtyne njerëzve. Dhe u këthejmë përgjigjen vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendoni që Allahu azza wa jall është ish kujdesur. Mos mendoni se Allahu azza wa jall nuk e din se ato çfarë bëjnë zullumçarët. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhathu fihi al-absar. Me të vërtet Allahu azza wa jall i lën këta njerëz që mi dënu me një ditë kur do t'i shtangohen sytë e tyne. Nëse ti ke bën ndonjë gjuna dhe Allahu azza wa jall për çat gjuna ka sprovon dynja, ka dënuar dynja, dije se kjo është prej mëshirës së Allahut azza wa jall, që Allahu nuk ta ka lënë domethënë këtë dënim për ditën e gjykimit. Mirë, po këta zullumçar Allahu azza wa jall i lë dhe i dënon domethënë ditën e gjykimit, atë ditë që do të jetë dënim i ashpër prej Allahut subhanahu wa taala. A nuk janë popujt para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë shkatruar prej gjunave,
populli Adit, Thamudit, populli Saliut, këtë domethënë këta për shkak të gjunave, për shkak se i kanë neglizhuar gjunahet, nuk e kanë respektuar fjalën e pejgamberëve tyre dhe Allahu Azza wa Jall i ka dënuar ata. Shkaku tjetër është shejtani i mallkuar, ai është në luftë me njeriu vazhdimsi dhe nuk pushon, ti pushon mirë, po ai asnjëherë nuk pushon. Ai çdo herë domethënë mendon se qysh ty me të ndalu që mos më pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe është betu për këtë. Thot Allahu Azza wa Jalla e përmend fjalën e tij ku thot thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Ato unë u vi njerëzve prej përpara dhe përmas dhe prej dhe prej djathtas dhe prej majtas. Për në çdo anë mundohet domethënë që ty me të largu prej Allahut Azza wa Jall dhe kujdeset për ty derisa ti t'japë shpirt që ti të mos pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu prej pengesave të cilët e bën që njeriu që mos pendohet tek Allahu subhanahu wa taala është edhe shoqënia e keqe. Po vllazën, shoqënia e keqe nuk ka çef që ti më largu prej tyne. Ata kujdesen që ti domethënë me met mesin e tyne, që ti nesër mos bësh isharet me ta me thënë këshyre ju se çka po bëni. Ata çdo herë kujdesen që ty me të majt afër vetes tyne dhe që ti domethënë me met me ta ashtu në gjuna duke i bërë gjuna Allahu subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall i përmend një shembull në Kur'an ku thotë wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dhe atë ditë kur keqbërësit do të marrin dhe do t'i futin, do t'i kafshojnë duart e tyne. Ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Thot miri unë qysh nuk e pasova rrugën e pejgamberit, si nuk e pasova pejgamberin e Allahut. Pastaj thot ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. I miri unë, sigur se të mos ta kisha marrë për shok fulani. Pra pendohet ku? Pendohet tek Allahu Azza wa Jall kur dal domethënë tek para Allahut subhanahu wa taala, mirë po a ditë shumë vën. A ditë shumë vën se kënë dynja u shoqënu me kësi njerëz të këqij, cilët e kanë mësuar për keq. E cili është rezultati i këtyne, pse pe thot ky këtë fjalë, thot laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Thot më ka hub ky shoku i keq, thot më ka hub prej Kur'anit, ka largu prej Kur'anit, pasi që më ka ardhur ai wa kana shaytanu lil insani khadula. Dhe me të vërtet shejtani e braktis njeriu kur ai është mas nxor. E braktis njeriu kur ai është mas nxor. Pra, a nuk është shembulli më i mirë se Ebu Talibi nuk e pranoi Islamin për shkak të shoqënisë keqe? Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxiti ato që me thënë fjalën la ilaha illallah, erdhë Ebu Jehli dhe Ebu Umeje dhe i thënë apo dush domethënë mu largu prej fes babgjyshit tënë, prej parardhësve tu, në shtratin e vdekjes kanë ardhur të dy veta, shok të këqij të cilët është shoqëruar Abu Talibi me ta. Dhe si rezultati i kësaj do të jetë për gjithmonë zjarmin e xhenemit, edhe pse i ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po vdiq në kufër, vdiq në shirk dhe kush kanë sebeb shok të këqij të cilët e nxitën që të qëndrojnë fen e të parëve të tij. Gjithashtu prej shkaqeve të cilët e bëjnë njeriu që të mos pendohet tek Allahu subhanahu wa taala është edhe dhënia e tepër pas dynjas dhe shpresa e gjatë. Po vllazën, njeriu ndonjëherë thot, hajt thot se ka kohë për mu pendu, hala jam i ri, vjen kohë, kam kohë sa dush për mu pendu. Kam kohë sa dush për mu pendu. Hala i ri, hala mundesh mu knaq këtë dynja. Vjen dita, hajt se dhe unë e falda. Dhe kjo është prej hileve të shejtanit që i jep shpresë njeriu, i jep shpresë të tjetrit domethënë i jepet pas dynjas, a din thot s'kam kohë më fal se do të më punu, vjen koha din edhe unë kur buam ma plak, a din pi fal në xhami që tani ra thoj punë, i martoj fëmijët edhe pastaj vi. Edhe i bindem Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla çfarë thot? Thot dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun. Thot leje ta, let hajn, let pin, let dëfrehen. Wa yulhihimul amal, dhe ata i mashtron shpresa e gjatë. Ata i mashtrojnë shpresa e gjatë, bëjnë mend që me jetu gatë. Thot Allahu azza wa jalla fa sawfa ya'lamun, e atëherë do të kuptojnë ata se çfarë kanë bërë.
atëherë kanë me kuptu realitetin kur do dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم